Mrekullitë e fshehta të profetit Isa a.s. Kjo video na çon në një udhtim të thellë shpirtëror për të zbuluar jetën dhe mrekullitë e jashtëzakonshme të profetit Isa a.s., një prej figurave më të ndritura në historinë e njerëzimit. Nga lindja e tij e pazakont, baba, tek fjalët që shqiptoi si foshnjë në diep, deri te shërimet që sfidonin çdo ligj natyror. Çdo moment i jetës së tij është një dëshmi e fuqisë hyjnore. Ne do të ndjekim gjithashtu sakrificën e nderuar të Meriemes, sfidat që përballoi, ngritjen e Isait në qiell dhe rikthimin e tij në fund të kohërave përballë të xhallit. Në një kohë të largët, në një vend të qetë të mbushur me përkushtim ndaj Zotit, jetonte një grua e pastër dhe e zgjedhur, Merieme. Ajo ishte e njohur për devotshmërinë dhe delirësinë e saj. Një ditë, ndërsa ishte e përkushtuar në adhurim, asaj u shfaq engjëlli Xhibril, i cili erdhi me një lajm që do të ndryshonte rrjedhën e historisë. Ai tha se ajo do të bëhej nënë e një djali të bekuar, edhe pse nuk ishte prekur asnjë burr. E habitur dhe e tronditur, Meriem pyeti se si mund të ndodhë kjo, por përgjigja ishte e qartë. Kjo ishte një urdhër hyjnor, një mrekulli që do të dëshmonte fuqinë e Zotit mbi çdo gjë. E mbushur me ndjenjë përgjegjësie dhe frikë nga paragjykimet e njerëzve, Meriem u largua nga vendi i saj dhe u tërhoqi në një vend të vetmuar. Aty, larg syve të botës, ajo përjetoi muaj të shtatzënisë në heshtje dhe durim. Kur erdhi koha e lindjes, dhimbjet e kapluan pranë një palme. E lodhur dhe e dërmuar, ajo shprehu një lutje të thellë nga zemra, duke dëshiruar të kishte qenë e harruar përpara kësaj sprove. Por në atë moment, mëshira hyjnore u shfaq përsëri. Xhibrili i foli duke e qetësuar dhe i tha të mos pikëllohej. Nën këmbët e saj shpërtheu një burim uji dhe ajo u udhëzua të shkundte trungun e palmës. Edhe pse e dobët, ajo e bëri këtë dhe nga pema ran hurma të freskëta, një furnizim hyjnor për të. Dhe kështu, në një moment të mbushur me dhimbje, por edhe me mëshirë, lindi profeti Isa a.s. Baba, një mrekulli e gjallë. Kur Merieme u kthye tek populli i saj me foshën në krah, njerëzit filluan ta paragjykonin. Fjalët e tyre ishin të ashpra dhe të mbushura me dyshim, por ajo, sipas udhëzimit hyjnor, nuk foli, vetëm tregoi me gisht drejt foshnjës. Në atë moment, ndodhi diçka që askush nuk mund ta imagjinonte. Foshnja foli. Ai tha se ishte rob i Zotit, se do t'i jepej libri dhe do të bëhej profet. Ai dëshmoi pafajësinë e nënës së tij dhe shpalli misionin e tij që në diep. Ky ishte një nga momentet më të fuqishme dhe më tronditse në historinë njerëzore. Me kalimin e viteve, Isa a.s. u rrit dhe u bë një udhërrëfyes për njerëzit. Atij u shpall libri i shenjtë, Ungjilli, që përmbante udhëzime dhe dritë për popullin e tij. Ai kreu mrekulli të shumta me lejen e Zotit, shëroi të sëmurë, u dha dritë të verbërve, madje ringjalli të vdekurit. Fjalët dhe veprat e tij tërhoqën shumë ndjekës, njerëz që besuan në mesazhin e tij dhe u përkushtuan ndaj së vërtetës. Por jo të gjithë e pranuan atë. Disa prej kundërshtarëve të tij planifikuan ta vrisnin. Një komplot i errët u thur për ta ndalur misionin e tij. Por plani i tyre dështoi. Në momentin kritik, Isa a.s. u ngrit në qiell nga Zoti dhe një tjetër u bë ngjashëm me të për të kryqëzuar në vend të tij. Kështu, ai nuk u vra dhe nuk u kryqëzua, por u shpëtua nga një fund i padrejtë. Por historia e tij nuk përfundon këtu. Në fundin e kohërave, kur bota do të përballet me një nga sprovat më të mëdha, shfaqjen e Dexhallit, Isa a.s. do të zbresë përsëri në tokë. Ai do të rikthehet për të vendosur drejtësinë, për të shkatërruar mashtrimin dhe për të udhëhequr njerëzit drejt së vërtetës. Historia e profetit Isa a.s. është një thirrje për besim, durim dhe përkushtim. Është një dëshmi se edhe në momentet më të errta, drita hyjnore nuk mungon kurrë. Kjo është një histori që nuk i përket vetëm së kaluarës, por edhe së ardhmes. Një histori që vazhdon dhe që një ditë do të përfundojë aty ku filloi, me të vërtetën që triumfon.